Assalamu alaikum. Në këtë film do të paraqesim intrigat, kurthet apo qëllimet e shejtanit dhe magjistarëve, të cilët janë kundër besimtarëve të vërtetë. Gjithashtu, ky film nuk rekomandohet për personat të cilët janë nën moshën 16 vjeçare apo të jenë nën përkujdesin e prindit, për shkak se ka disa skena të cilat mund të jenë të ndjeshme dhe gjithashtu nuk e preferojmë për personat të cilët janë të ndjeshëm. Kështu që në këtë film do të paraqesim mësime fetare dhe do të mësojmë përmes kësaj se si të mbrohemi nga magjia apo nga kurthat e shejtanit. Enes! Enes! Enes? Çu djallje? Çu? Çu si qëret këmë diçka me hongër? A i lot? Ta këmë pru një amëlsin. Shka ki? Kom po babën ndër. He? Zoran baba. Jem kanën e amak. Qysh e ki po babin ndër? Kishe ordhaj. Po leja ato mos e përmen mo. Shka e tu e përmen? Aj mu me na desh neve dyve. Kish nejt këtu, e jo me ik pi neve me na lën rrug. Pas kish vojo dhe më bashkua. Jo, këshyrit me ndoj. Sa i vet ka pazit me menua, jo me na lën neve këtu me qiro me nejt, me tu. Ani dhe më su bë nervozën vish veta. Pa s'kish shka me vet, unë e 100 kun kalzu. A më të usu. A pëhan që ta mëlsin? Po. Qu?
Be djali jam, sa interesant. Më do skena që e tregove për momin. More djali jam. A e shes sa mirë jena për jashtë. Flat mirë. Si po him randa, diçka s'po e një vetën rahat. Shumë mirë jena këtu. Jashtë ma mirë është. Ty që shpo do këtë, arrim këtu, a him randa. Po rina këtë se mami, ti po e disponem, unë e disponem, mami po rina këtë. Ani, po rrim ma mirë qëtu. Be djaljem, haj ka të zoj momi, edhe një ngjarje, qa kini bon shkollë? Me kesh na i san interesant. Mësusja e ro lofi për natyren, folje për natyren, e tani ro lofi për kjo. Edhe unë i thash na kena këtu plët pungjave, edhe njën një shek klasës, thash që gjeli bëmvu. Këtë kini kesh? Këtë. Sa interesant. Po jo me mamë su konë qashtu, po a i ku me ditë, s'ka ditë. Bëjkja i gore. Bëjka i gora, a i kalzove që kena pula shumë? Po. Po mirë. Pa ma interesant. Shumë interesant edhe shumë kum kesh. Si se kum prit që ashtu me folë në shkollë. Po di qa me botash. Të shkajt të madhë, na jo të zemë se kalda shefi jam qa me bo. Që të lodhe vetën në ne. Zon? Bije më re? O zon? Qëfar të rritën thjerët e mu? So, mirë me te. Herda? Kena posë më të taku. Po. Qka po dënë? Une kom të shu thash shumë ke thonë te. Edhe? Do të me i rujtë se do i kanë qenë. Ose shko vetë.
E po të është, ja? Ose qaj e dikant e dekan e qa mi rujt. Ti kam kalëzën në qa me bo? Jo, me nuk kalzoj qa me bo. E kam edhe në kërkes për ti. Cilën kërkes? Atë shokën ta. Cilën shok? E njëti. Cilën shok? Me vjetë e ki njoftë. Kush është aje? Dush me shkatërua ato ti, e dinti nga mirë se une. Në rregull, nuk kam e gjitë kush është. Edhe pse s'pedi, s'kam kujtohet. E gjej. Do të paraqes për para teje, kur të vjen koha. Në rregull. Bukën në fund mos harro. E ne më të pas. Ti ku ke? Unë dhe nga dhe që të kemi nga dhe shumë. Po që ke bëkun që ta ke kaj kështë në fuston. Jebe hina që anina pëshyra më s'ko kantarjan. Mërë që ta bëke haje se je luë. Shekina unë? Mirë. Që për bëjmë? Për gjë. Hajde se shkujna bashkë atë, ta në zatis me edhe me ato. Vite jo të. Nashta me kohë e nashtë, ja? Ta në ka. Ha? Okay. Zotin e ka bëjë mirë. Pa zanë një të mirë. Që e zanë? Për të diçkas. Nuk e di. Për të veti që ka vëqë. Po? Falenes? Për zë dit për babin ndër, pa e ketë ndryshe. Me flok gota, me shami, me të isha dzeza, ketë ndryshe. Ndryshe për që ndër? Okej. Qërenes? Ajo ma bëti që janë babë. E për nga tash. Ondrave mos ju beso heq. Ondrat që aty të shqetsojnë ato janë prej shejtanit. A ti do të më rujtë e më mbrojtë prej shejtanit. E që i gjithë më mbrojtë për shqetanit? E mrenes. Allah e ka kriju shejtanit si sprovë për neve. Edhe na kalon armiqësi me zveti, njerëz edhe gjend. Prej shejtanit mundesh më mbrojtë ashtu që Zoti na ka mësuar në Kur'an. I mbështet Allahut dhe me kërku mbrojtje prej Allahut. Këto dyja janë të forta, armët më të forta, pas Kur'anit dhe fjalës së Zotit. Kështu që në këtë mënyrë të mbrohesh edhe nga shejtani. E hu që më mbrojtë për shejtanit për gjithmonë, a ka naj lutje? Po e nes,
Ke shejtanit përgjithmonë nuk ka një lutje që të ndronë përgjithmonë. Por, një rob i Zotit, një njeri i sinqert, një fëmijë i sinqert, që është besimtar i mirë, ai është i mbrojtur nga ona e Allahut. Mas mirë ti mbrohesh duke lexuar Kur'an, duke e praktikuar Kur'anin, edhe duke i nënshkruar në pejgamberit alayhis salam. E qish më buni edhe simtari dhe vatshëm? Mashallah, dëshira jote ka shumë e mirë. Më boni besimtari i devotshëm e arrin kur e keni zemrën të pastër me sinqeritet. Kur të arrin sinqeritetin edhe e praktikon urdhrin e Zotit, për shembull, namazin, respektimin ndaj prindërve, e veprat e mira në përgjithësi, atëherë Allahu ka garantuar që shtohet devotshmëria te ai person. Dhe në këtë mënyrë bëhesh ti i devotshëm shumë. Kështu që po më vjen mirë për këto pyetje që po më bën. Po, mos e falum namazin, hajde shkojmë anë edhe bëjmë llafi diskutojnë në çdo sen. Hajde. Jalla po. Fot! Moj fot! Fot moj! Hajde! Këtu jem! Hajde! Kënje fot? Moj që qojk, sa mirë po funksionon plani janë se kejton ta konvu me atë shokën teme. S'ma mre ujë qatë e s'fal shumë. Ty asë që ta pja ta ujë, qajtë. Po, ka pëllojnë shtë. Najse, na po lodhësha. Po, qërës lodha, po të 100 punte edhe në gjithë punë kam. Jo, ta besoj. Sa është vitë që qëshia që i të boha. Valla hetë sa që dhone me do punë që nina, të marë, sen me djalin. Qytë të shajmë. Kënje ta lërë, a jeni një. Erdhe. Qa me bo? A pjonalët rrimave se na mi të të natë më nalë. Valla e... Sigurisht her sa të po, e qi diqka se dia lidhe që kur ta për e ditë. her po, her jo, se dy të shmet kalëzo dhone. Në zërë, si me ujnë, si me rrymen. Najsen që është po karen, apo Mirë. ki dare. Valla qështu, ka pak. Apo tani më naj. Jo, moj farti. Bile për që djallë najsen. Jo, moj fart djalli asje qas që janin. E ka E kom lanë qitë shkeret, ketë. e ka lanë. E kom qitë, e kom ek pidore ketë. Jo, me fartnime as për djallin, as për mu, ma hetë se heq. A që interesan. Jo, moj. Në një dy sa do në në po. Me shpunë se ndu. Ani djalli. Haj, Bal keq, bal zarë. mama, bol. Qëre se punëreja është mësafer në shpet, me ti marru të thmi që atë edhe me ta një mu bërë najsen për ja. Dhe mës... Hajde se ma mirë. Apo thua, Sans për ty. po ma djalli po më dhimë shumë. A që gjaj rritet, jën rrit mija pa namë, ju ka degen lindjes për rritet, a që ko që se rritet. A thua, se di heq. A du se më stani. Jo, për mu së shtu më interesu heq, olla veç për djallin. Nga ndu që ka e me. Shumë a mire ki vetën. A jetoj po, a ka mongu në najsena? Vetë, nëzësh, kryt, qetë, pse më bu kurbani dikojna, pse më të sënu ty dikush, djallin e rrite me ardha i has dhe me ta mora. Qa po Jo, në? mire ki, po edhe one nuk e di heq. Kryte kom plot ngartkume. Her hajde bashkoju, her ndoju. Nuk e kuptoj këtë punë. Tek e fundit e kom vendos veç vetme që djallë me rrit, si duhet. Po si e mëjtë që rafë ma thot da të dojo bashkoje. Po edhe që ato dhe une me nova. A ka dash me shku, letë shku. Po, edhe Sa bo tani? mirë, me djallin që to, edhe pak Si që... që nevoj për najsen që kun ki, dy hapa. Po, shqyrt kom ty, o, Sa po t'ish qëto. nevoj, veç në thira, vija, vjena. Me kushike, qa me bo? Nuk e di as vet. Shumë nervoz, shumë heka kum pos. Ta besoj se që shto kun heke dhe vetë. Mos me nëse e ka lula. Në qëto shpi e ka një gjaken e tëmë. Po dikush i kalzon e dikush i shepe. Ama unë shumë heka të ndoja pota. Se di, me që djallë. Ka erë, po thom, ha, nosht, ma mirë që jem do. E rriti si duhet vet me durt mija. Edukoj. Po normal me ma mirë vetë se me të përzi. Shumë ma mirë vetë. Apo të vet ma mira. Po bre. Po më dhimë djalli. Pse me të dhimë? Se I valla shush, për veti i hecë mirë, shumë i interesant, qaj meshëm. person.
kur të rritet ta ngjet dorën. Jo, për këtu mire ki. Ma mirë pa heka valla. Po qa me bo, e kum pos deri qëtu të shkru me që djallë me jetu, me shike. Se si dihet, nuk I dihet qysh janë puna, qysh sillet. Fushë, evi, të vë që I më dhe që a ka bëj me a të më shkëpi do qatë. A po vjen shkëna më më dhe s'folëm. Mam, që I mërzit që? A din që mërzia vjen për shejtonit. Kejt mërzijat vjen për shejtonit. Ate, që ta mëse një lutje, fuje. A'udhu billahi minash shaitanir. Dashni, orejtje, mërzi, andër, baba. Ju I njerëzve në andër, menojnë që jenë komedi që ka. Jo, të mirë, te unë e këni venin. Kam rezervuar një dhomë në Berë. Fundi, te unë e keni. Ja jap fjallën. Edhe nëse është që jam mbram që bëj, ju jeni banor të xhenemit me gjithë fuqinë time.